vijem edhe për gjatë fushatës. Po shtetet me demokraci të konsoliduar janë shtetet që kanë pas opozitë, e kanë pas zonë opozitar dhe kanë pas jetë dinamike politike. Gjua e Zotit Kurti për kërcënuese, për ta zhdukur opozitën, është gjuhë që nuk i ban nder as atij e as synimeve tona. E shihni si kërcënuese, kështu e cilësoni? Po është gjuhë kërcënuese nëse e kërcënon kundërshtarin me zhdukje, me një farë mënyrë. Hajtë se shihemi ne, aden. Hajtë se ballafaqohemi ne. Sigurisht që ti prej pozicionit kryeministit me gjithat pushtet e me gjithat mjetën në dispozicion, e ki një lloj komoditeti për të përdorur si gjuhë. Mirë po, unë mendoj që sa më lart të jesh në hierarkinë e shtetit apo në cilin do lloj hierarkie, aq më e lartë është përgjegjësia që mban edhe ti si individ. Gjuha e Zotit Kurti përballë opozitës është gjuhë jo e duhur, e cila nuk i ban nder as shtetit Kosovës, as demokracisë, e madje as vet atij, sepse në fund të ditës çka na duhet një shtet ku s'ka opozitë, ku askush nuk flet apo nuk ka një lloj kritike përballë pushtetit. Nuk ka pushtete ideale, të gjitha pushtetet bojnë gabime. Po të mos jetë opozita, po të mos jetë media, po të mos jetë shoqëria civile, po të mos jetë zëri i qytetarëve. Asnjëherë shumë të vërteta për pushtetin nuk do të ishin marrë vesh. Sigurisht që opozita është shumë e rëndësishme, edhe sot kur Zoti Kurti qeveris, edhe atëherë kur s'ka qenë në qeveri, edhe nesër kur s'do të jetë në qeveri, sepse pushteti nuk është i përjetshëm, mirë po gjuhë kërcënuese ndaj opozitës, fjalor delitant ndaj opozitës, kemi pa vetëm në Hungari, deri para zgjedhjeve të fundit, kemi pa në Serbi, edhe kemi pa në disa demokraci shumë të breshta apo autokraci siç njihen në rajon, të cilat i kanë kushtuar shoqënive ku ato kanë vepruar. Unë mendoj që Zoti Kurti ka ardhur në pushtet apo krejt narracionin e vet, krejt karrierën e vet politike e ka ndërtuar me idenë e demokracisë, idenë e mundësive të barazisë, të lirisë dhe të përdorë një gjuhë të tillë përballë kundërshtarëve politik me të cilët edhe ka bashkëpunuar. Ai ka qenë në qeveri bashkë me Lidhjen Demokratike, ka qenë pjesë e qeverisës me Guxën, e Vjosa Osmanit. Ka bashkëpunuar 10 herë me PDK-n për marrëveshje ndërkombëtare për shumë çështje të tjera. Domethënë, opozita... Po besoni se vetëm Kurti dhe vetëndosja po e bën këtë, pra këtë gjuhën e papranueshme? Jo, gjuha... bëjnë gjithë në fakt? Jo, nuk mund të themi që po e bën Bedri Hamza apo Lumera Abdigjiku një gjuhë të ashpër apo një gjuhë përkundrazi, kanë qenë shumë të kulturuar në krejt diskursin e vet opozitar. Asnjëherë ne në Kosovë nuk kemi pa opozitë më bashkëpunuese se sa opozitën e këtyre viteve, 6-7 viteve, sepse Zoti Kurti që 6-7 vite po sillet nëpër Kosovë,